Libri për marrëveshjen e Ohrit, të autorit magjistër specialist Ismet Jonuzi Krosi, hedh dritë të plot mbi këtë dokument e ngjarje nga më të rëndësishmet të historisë së re të popullit shqiptar në Maqedoninë e Veriut dhe të pasurisë së historiografisë botërore. Marrëveshja e Ohrit lindi nga komunikata numër 6 e ushtrisë çlirimtare kombëtare. Qyteti i Ohrit u bë qyteti më i njohur në botë, sepse aty u arrit njëra nga marrëveshjet historike më të mëdha për paqe dhe demokraci euroatlantike. Ohrin e ka bërë të njohur dhe me ndikim të fuqishëm marrëveshja Kornis, marrëveshje kjo që buroi 100% nga lufta heroike dhe titanike e ushtrisë çlirimtare kombëtare dhe për herë të parë u ideua nga kryekomandanti i saj i përgjithshëm, nga udhëheqësi i popullit, atdheut dhe kombit shqiptar, Ali Ahmeti. Kjo marrëveshje historike si asnjë tjetër në hapësirat e ish Jugosllavisë, u mbështet fuqishëm nga faktori politik botëror i udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Marrëveshja e Ohrit pati një unitet të fuqishëm të fuqive të mëdha rreth saj, prandaj dhe u bë e mundur ndalja dhe përfundimi i luftës armatosur dhe arritja e paqes dhe vendosja e demokracisë euroatlantike. Figurat e mëdha botërore dhe personalitetet e fuqishme të rreshtave të parë me në krye ambasadorin e SBA-s, James Perdue, pastaj përfaqësuesi i NATO-s, Peter Faith, dhe përfaqësuesi i BE-s, François Leotard, ishin promotor të pandalshëm dhe të vendosur për të shënuar suksese me çdo kusht. Roli i faktorit politik maqedonës në instancat shtetënore të IRM-s, nën presionin e diplomacisë ndërkombëtare në njëra anë dhe të faktorit politik legal shqiptar në anën tjetër, ishte në funksion të hapit të domosdoshëm e të detyrueshëm progresiv të epokës së re, që po linte në truallin e larë me gjak të Maqedonisë Jugoslave. Marrëveshja e Ohrit lindi nga ushtria çlirimtare kombëtare dhe zanafilla e saj në embrion është komunikata numër 6 e shtabit të përgjithshëm të UÇK-s. Marrëveshja e Ohrit mban vulë të madhe shqiptare dhe është në funksion të plot të jetës së lirë dhe të barabartë kombëtare, politike e shtetërore, me bazë të thellë dhe të fuqishme euroatlantike. Ohri në Maqedoninë e Veriut mbetet qyteti model ku është arritur marrëveshja historike më funksionale dhe më me ndikim rajonal dhe ndërkombëtar. Marrëveshja e Ohrit në historinë e Maqedonisë së Veriut po shihet qartë se ishte goditja në shenjë nga të gjithë aktorët. Duke u nisur nga ai që e financoi, me urdhër të kryekomandantit dhe me vendim të shtabit të përgjithshëm të UÇK-s, u financuan mbi 250.000 franga zvicrane, nga artuesi profesionalist, pastaj edhe të faktorëve të pa evitueshëm relevant që kontribuan në arritjen dhe zbatimin e saj. Do të dëshmohet se jo vetëm ishte më e madhja, më e mira dhe më e suksesshmja, por edhe do të ofrohet e propozohet për zgjidhje të qëndrueshme në situata të ngjajshme dhe të parafërta kudo në botë. Lufta heroike dhe mbinjerëzore e luftëtarëve, ushtarëve dhe komandantëve sy pa trembur, e të komanduar me trimëri e guxim nga kryekomandanti Ali Ahmeti dhe nga shtabi i përgjithshëm i UÇK-s, u bë njëra nga bazat e fuqishme, jo vetëm të marrëveshjes së Ohrit, por edhe të hyrjes së Maqedonisë së Veriut në NATO, në BE dhe mekanizma të tjerë relevant strategjik euroatlantik. Libri për marrëveshjen e Ohrit të autorit magjistër Ismet Jonuzi Krosi hedh dritë të plot mbi këtë dokument e ngjarje nga më të rëndësishmet të historisë së re të popullit shqiptar në Maqedoninë e Veriut dhe të pasurisë së historiografisë botërore. Marrëveshja e Ohrit, kulmi i karrierës së ambasadorit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, James Perdue. Marrëveshja e Ohrit për ambasadorin e Amerikës, James Perdue, ishte arritja më e madhe në karrierën e tij profesionale. Marrëveshja e Ohrit është marrëveshja historike e cila realizoi ëndrrën e popullit shqiptar, për jetë të barabartë e me dinjitet në tokën e tij,
në Maqedoninë e Veriut. Zoti Sulejmani, faleminderit për fjalët e mira. Konsideroj se marrëveshja e Ohrit është pika kryesore e karrierës sime profesionale. James Pardew. Ma ka shkruar ambasadori amerikan, James Pardew, gjatë komunikimit të tij me mua në Facebook më 5 maj 2021 në orën 20:49. Opinioni kombëtar dhe ndërkombëtar duhet ta di se njëri nga arkitektët e marrëveshjes së Ohrit është ambasadori amerikan James Pardew, i cili jo vetëm nuk e ka fshehur, por e ka thënë me vendosmëri dhe krenari se marrëveshja e Ohrit ishte pika kryesore e karrierës së tij profesionale. Marrëveshja e Ohrit është e shenjtë për shqiptarët. Ajo është e ujitur me gjakun e derdhur për liri të heronjve dhe dëshmorëve të kombit. Kush shkel mbi marrëveshjen e Ohrit, ka shkelur gjakun e derdhur për liri të luftëtarëve të UÇK-s, heronjve dhe dëshmorëve të kombit. Kush shkel mbi marrëveshjen e Ohrit, ka shkelur mbi pikën kryesore të karrierës profesionale të ambasadorit amerikan James Pardew. Kush shkel mbi marrëveshjen e Ohrit, shkel mbi SBA-n, EU-n dhe mbi Maqedoninë e Veriut, antare të NATO-s. Prishtinë, 3 nëntor 2024. Ismet Sulejmani, konsulent, oficer i lartë i UÇK-s.